Si e dini, gjykata themelore në Prizren është gjykata e dytë sipas madhësisë edhe sipas numrit të landëve në Kosovë. Marrë në tërësi, gjykata themelore në Prizren, së bashku me DEK të cilët i ka, Suarek dhe Dragash, aktualisht ka 37 gjyqtarë. Nga ky numër, 31 gjyqtarë janë në Prizren, 6 janë në Suarek dhe 2 në Dragash. Kurse kemi në total 26 bashkëpunëtor profesional, që është larg standardet i cili parashihet për një gjykatë. Sa i përket numrit të administratës, kemi 130 zyrtarë administrativ të cilët punojnë në këtë gjykatë. Gjykata themelore në Prizren vepron në këtë objekt dhe edhe një objektin tjetër, respektivisht kemi 2 objekte, në të cilët e kemi objektin tani ku gjindemi, janë gjyqtarët penal me gjithë stafin mbështetës, kurse objekti tjetër është gjykatë civile, sepse punojnë gjyqtarët civilistë dhe stafin mbështetës. Para vitit 2022, na kemi vepruar vetëm në këtë objekt. Të gjithë, domethënë gjyqtarët edhe civile edhe penale, edhe gjithë administrata, dhe duke pas parasysh se objekti është shumë i vjetër edhe hapësira nuk kemi pasur, atëherë kemi bërë një ndryshim edhe kemi funksionalizu objektin ma i ri është, po është ma i vogël se kjo. Dhe kjo na ka afruar një komoditet si për stafin, për gjyqtarët, ashtu edhe për shërbimet të qytetarëve. Sepse në momentin kur janë paraqitur në këtë gjykatë, kur është mbi ngarkum edhe stafi, edhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme, edhe gjyqtarë shërbimet nuk i kanë kryer me kohë. Kështu që tani jemi pak më mirë, edhe të gjithë janë të orientuar, e dinë, gjyqtarët, domethënë që punojnë në lëmi civile që janë në objekt të ri, atëherë edhe me avokat, me palë, janë mësuar edhe qytetarët dhe drejtohen drejt për drejt atje. Sfidë është për ne që të menaxhojmë këto 2 gjykata, sepse na konsiderohemi një gjykatë, por çështjet administrative të cilat duhet t'i kryejmë gjatë ditës, ato duhet të veprohen në 2 gjykata. Domethënë bazën e kemi këtu, na e kemi sistemin SMIL, i cili në bazë sistemi SMIL edhe veprojmë në çdo duke filluar prej pranimit edhe deri te dorëzimi, kështu që në mëngjes zyrtarët tanë i binë landë prej poshtë prej gjykatës civile në gjykatën bazë, aty bëhet selektimi, aty bëhet ekspedimi, çështje tjera të cilat prej këtujt madje në orë i dërgojmë atje. Kështu që kjo na paraqet një sfidë dhe një vështirësi, për arsye se numri i punëtorëve administrativ janë të caktuar për një gjykatë, nuk janë për 2, a faktikisht na punojmë me 2 gjykata. Zonja Imra, për sa i përket ngarkesës me lëndë, çu keni pas vitin 2025, sa lëndë i keni pranuar, sa lëndë janë trashëguar dhe sa janë zgjidhur gjatë vitit? Viti 2025 e kemi filluar me 13.800 lëndë aktive në punë në të gjitha departamentet. Kjo ka një farë rënje krahasuar nga viti 2024 dhe 2023, sepse ka pasur një angazhim të shtuar dhe organizim të punës që ka sjellur deri te rënja e lëndëve aktive ndër vite. Në vitin 2025, gjykata ka pasur një efikasitet 120% të zgjidhjes së lëndëve, që tregon një rritje të dukshme në krahasim me vitin 2024, kur ka qenë 86, dhe në vitin 2023, kur ka qenë 102%. Sa i përket lëndëve të cilët i kemi trashëguar dhe të cilët i kemi në punë, mund të them se shumica e këtyre lëndëve, numri i madh i cili figuron tani ka të bëjë me lëndë në lëmi civile. Sepse lëndë të cilët i kemi pranuar në vitin duke filluar prej 2022-2023 kanë qenë numri voluminoz i lëndëve, diku 20.000 lëndë i kemi pranuar për 2 vite. Dhe menaxhimi i tyre ka kërkuar punë, ka kërkuar përkushtim, organizim të veçantë, të jashtëzakonshëm, në mënyrë që të trajtohen ato lëndë dhe të ofrojmë shërbim të gjithë qytetarëve të cilët kanë parashtuar ato lëndë. Por kjo ka dhënë efekt edhe ky rezultat të cilën tani e kemi, në krahasim me vitin e kaluar kemi 4.000 lëndë më pak. Shpresojmë edhe kemi një plan të veçantë për këtë vit, që deri në fund vitit ky numër të rritet, domethënë të zvogëlohet numri i lëndëve, pasi që kemi bërë një plan të veçantë
sa i përket lëndëve të cilat i kemi në civile, që kanë të bëjnë me kontratat kolektive, edhe duke marrë parasysh se në ndërkohë do të formohet edhe gjykata administrative, disa lëndë do të dërgohen atje, duke marrë parasysh që lëndë për na vinë në mënyrë më të vogël se sa kanë ardhur, rezultatet presim që deri në fund këtij viti do të jenë dukshëm më të mira. Zonja Emra, një prej problemeve që vazhdimisht theksohet në sistemin gjyqësor të Kosovës janë këto lëndë që trashëgohen. Sa ka lëndë vjetra në gjykatën themelore në Prizren, dhe nështë cili vit është ai që daton si lëndë më e vjetër? Po, është e vërtet që kemi backlog. Është e vërtet, ajo kemi ato lëndë të vjetra, të cilët mund t'i konsiderojmë të vjetra, na e dim që çdo lëndë më e vjetër se 2 vjet konsiderohet e vjetër. Por lëndët e vjetra në lëmipëni penale, do më thonë në krimet rënda, në departamentin e përgjithshëm, në kundërvajtje, nuk kemi. Kemi lëndë vjetra, por të gjitha janë në punë ose ka ndonjë pengesë. Sa i përket në lëmi civile, kemi lëndë vjetra, numri është më i vogël se sa që ka qenë para 2 viteve. Sepse tani, këto lëndë të cilët i cika dhe më harë kontratës kolektive, tash edhe këto konsideron si të vjetra, sepse ka kalu 2 vite. Edhe për atë arsye, kjo e ka rrit në mënyrë artificiale atë nullin e lëndëve të vjetra të cilët i kemi. Me qëllim që të zvoglohet numri lëndëve të vjetra, vitin e kaluar i kemi bërë një farë riorganizimi edhe shpërndarje në lëndëve të vjetra në të gjithë gjyqtarët. Si thash edhe më herët, gjyqtarët na kanë ardhur shumë gjyqtarë të rinj brenda këtyre 2-3 viteve dhe të njëjtit i kanë pranuar vetëm lëndë të reja. Por duke pas parasysh se plani strategjik i Këshillit Gjyqësor, plani strategjik i gjykatës na obligon që të punohet me lëndë të vjetra, pas kalimit të afatit prej 3 viteve, këto lëndë vjetra janë shpërndarë në të gjithë gjyqtarët në mënyrë lineare. Dhe kjo ka dhënë rezultat. Lëndët e vjetra edhe lëndët në rigjykim janë filluar të caktohen në mënyrë të vazhdueshme edhe janë në punë. Mund të themi tash, ka një pjesë e vogël e lëndëve të cilët i kemi trashëguar dhe të cilët me të vërtet janë të vjetra, kanë marrë ndoshta numrin e ri, muj me thonë 2018, 2017, po ato janë shumë pak në numër. Pjesa më e madhe është çto 2 vjet e fundit, domethënë çto që na i konsiderojmë edhe ligji që e konsideron si të vjetër, 2 vjet prej këtij viti, domethënë 2023. Po shpresoj se edhe gjatë këtij viti do të punohet. Është në çdo mbledhje, në çdo takim të cilin unë e mbaj me gjyqtarët, potencoj edhe fokus e kemi lëndë të vjetra edhe lëndë në rigjykim.